Sigurisht. Hipoteza gjuhësore, Sapir-Whorf. Hipoteza Sapir-Whorf, e njohur edhe si hipoteza e relativitetit gjuhësor, është ideja se gjuha flasim ndikon në mënyrën se si e perceptojmë, organizojmë dhe kuptojmë botën. Ajo lidhet me punën e dy studiuesve amerikan, Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf. Ideja themelore. Sipas kësaj hipoteze, njerëzit nuk e shohin realitetin në mënyrë krejtësisht neutrale. Gjuha e tyre u ofron kategori, emërtime dhe struktura që ndikojnë në mënyrën se si mendojnë. Me fjalë të thjeshta, open quote. Ne nuk përdorim vetëm gjuhën për të shprehur mendimet. Gjuha mund të ndikojë edhe në vetë formimin e mendimeve. Close quote. Dy versionet e hipotezës. Relativiteti i fortë gjuhësor. Ky version thotë se open quote, gjuha përcakton mendimin. Close quote. Nëse një gjuhë nuk ka një koncept ose një fjalë të caktuar, folesit e saj nuk mund ta kuptojnë ose ta mendojnë lehtësisht atë koncept. Sot kjo formë konsiderohet tepër ekstreme dhe nuk pranohet gjerësisht. Relativiteti i dobët gjuhësor. Ky version thotë se open quote, gjuha ndikon në mendim, por nuk e përcakton plotësisht atë. Close quote. Ky është interpretimi që pranohet më shumë nga studiuesit bashkëkohor. Shembulli klasik, emrat e ngjyrave. Disa gjuhë bëjnë dalime që gjuhët e tjera nuk i bëjnë. Për shembull, në rusisht ekzistojnë fjalë të ndryshme për blu të qelët, blu të errët. Eksperimentet kanë treguar se folësit rus i dallojnë më shpejt këto nuanca se sa folësit e anglishtes. Kjo nuk do të thotë se anglezët nuk i shohin ngjyrat, por se kategorizimi gjuhësor mund të ndikojë në shpejtësinë e perceptimit. Shembulli i orientimit në hapësirë. Disa gjuha australiane nuk përdorin fjalë si majtas, djathtas. Në vend të tyre përdorin vazhdimisht drejtimet gjeografike. Veri, jug, lindje, perëndim. Një folës mund të thotë, open quote, miza është në veri të Fillshanit. Close quote. Studimet tregojnë se këta njerëz zhvillojnë një orientim hapësinor jashtëzakonisht të saktë. Koha dhe gjuha. Gjuhë të ndryshme e organizojnë kohën në mënyra të ndryshme. Në anglisht zakonisht flitet për kohën si diçka që shtrihet para dhe pas nesh. Në disa kultura, koha mund të konceptohet vertikalisht ose sipas rrjedhës së lumenjve, relivit apo cikleve natyrore. Kjo sugjeron se metaforat gjuhësore mund të ndikojnë në mënyrën se si njerëzit e konceptojnë kohën. Studimet e Whorfit, mbi gjuhën Hopi-Whorf, studioi gjuhën e popullit indigjen Hopi në Amerikën e Veriut. Ai argumentoi se struktura e kësaj gjuhe krijonte një konceptim të kohës të ndryshëm nga ai i gjuhëve evropiane. Më vonë, disa nga përfundimet e tij u kritikuan si të egzageruara ose të pasakta, por ato nxitën kërkime të rëndësishme mbi lidhjen midis gjuhës dhe mendimit. Kritikat ndaj hipotezës. Shumë psikologë dhe gjuhëtar kanë argumentuar se njerëzit mund të mendojnë edhe për gjëra që nuk kanë emër. Përkthimi midis gjuhëve është i mundur. Konceptet të ngjashme gjenden në kultura shumë të ndryshme. Një kritik i njohur ishte Noam Chomsky, i cili argumentonte se njerëzit kanë struktura mendore universale që janë më të rëndësishme se dalimet midis gjuhëve. Çfarë mendojnë studiuesit sot? Sot, shumica e studiuesve nuk pranojnë se gjuha e përcakton mendimin. Megjithatë, shumë kërkime mbështesin idenë se gjuha ndikon në vëmendje, gjuha ndikon në kujtesë, gjuha ndikon në kategorizimin e përvojës, gjuha mund të favorizojë mënyra të caktuara të arsyetimit. Pra, qëndrimi modern mund të përmbledhet kështu. Open quote. Gjuha nuk është burg i mendjes, por është një palë syze përmes të cilave mendja e vështron botën. Close quote. Lidhja me gjuhën shqipe. Nga këndvështrimi i relativitetit gjuhësor, mund të studiohet se si sistemi i pasur i nyjeve në shqip, mënyrat e shumta të kohëve folore, dalimet midis ti dhe ju, fjalori i pasur për marrëdhëniet familjare, mund të ndikojnë në mënyrën se si folësit shqiptar organizojnë përvojën e tyre shoqërore dhe kulturore. Megjithatë, sipas kërkimeve moderne, këto veçori nuk i kufizojnë shqiptarët të mendojnë ndryshe nga popujt e tjerë, por mund të ndikojnë në atë që vërejnë më lehtë ose në mënyrën si e strukturojnë komunikimin. Në thelb, hipoteza Sapir-Whorf është një nga pyetjet më intriguese të gjuhësisë moderne. A e formon gjuha mendimin, apo mendimi e formon gjuhën? Sot përgjigjja më e pranuar është se ndikimi shkon në të dy drejtimet, por jo në mënyrë absolute.